Alketa Vesiu e ka nisur ditën bukur sot me vogëlushin e saj. Ajo postoi këtë foto në Instagram duke shkruar Sunny Day duke bërë qef me vogëlushin tim. Kjo mami Alketa sa vjen dhe bëhet më e bukur. Niko Kumani ka bërë tatuazhin e tij të gjarsht dhe nuk ka nguruar ta ekspozojë atë në Instagram. Ky personazh simpatik duket se jo vetëm ka gusto për të veshur të tjerët, por edhe ide shumë origjinale për veten. Ne na pëlqeu shumë. Kur të lindë një vajze, venja emrin Rovene. T'ja vësh emrin po si, dhe t'i veshësh edhe nga këto recipetat e lezetshme. Kjo është Rovena Stefa në version erotika. Renis Gjoka duket shumë i lumtur pasi po shen ndeshjen e tij të preferuar, Bayern Juve në Allianz Arena në stadium. Kjo ka qenë një dhuratë shumë e bukur për të dhe rokeri simpatik duket shumë entuziast.